Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin Syri i Tretë. Për ju që nuk më njihni, unë jam Sokrat Hodor. Në episodën e sotshëm do të trajtojmë një fjalë që është e përdorur më shumë më së shumti në dialektin geg. Megjithatë do të shikojmë edhe se si ajo përdoret me aq sa mund të zgjerohemi në përbot dhe çfarë kuptimi ka. Për fjalën loçk. Duke ditur që zemra është një nga fjalët më të forta që kemi në gjuhën shqipe, e cila nuk tregon vetëm organin që rreh në trupin tonë. Zemra përdoret edhe si një shprehje ndjenjash e lidhur me shpirtin, me dashurinë, me guximin. Po themi kur përdorim e bëri me gjithë zemër, kuptojmë se dikush veproi me gjithë shpirt. Në shqip ka edhe fjalë të tjera që lidhen me këtë ide dhe një nga këto është fjala që ne thamë më përpara, fjala loçk. Në gjuhën popullore, kjo fjalë përdoret shpesh edhe si përkthjelje, po themi loçka e zemrës. Por në thelb ajo duket se tregon diçka edhe më të brendshme se vetë zemra, diçka shumë më të hollë dhe të padukshme, një lloj bërthame e ndjenjës. Nëse shikojmë figurativisht, loçka mund të mendohet si një lloj zemreku, si një mekanizëm i vogël që bën lëvizje gjithë zemrën. Pra një thelb shumë i vogël, por me fuqi të madhe. Një ide e ngjashme gjendet edhe në anglisht në fjalën soul, që do të thotë shpirt në një farë mënyre, por fjala më e saktë është fjala loçk në shqip, pasi ata kanë edhe fjalën spirit. Shpirti konsiderohet si thelbi i njeriut, ajo pjesë e padukshme që jep jetë dhe kuptim. Kur luajmë pak me fjalët, ndonjëherë dalin lidhje shumë interesante. Për shembull, nëse shikojmë fjalën soul të anglishtes si anagram, mund të krijohen forma që afrohen me tinguj të njohur në gjuhën tonë popullore, si fjala loçk apo lot, los. Në toskërisht një fjalë tjetër që e shpreh mirë apo dhe në gjithë gjuhën shqipe është fjala thelb. Thelbi është bërthama, pjesa më e brendshme e një gjëje. Kur themi shkot e thelbi, nënkuptojmë se gjejmë kuptimin më të pastër. Ndoshta për këtë arsye edhe në traditat popullore thelbi i hudhërës është lidhur shpesh me energjinë dhe jetën. Hudhëra ka një thelbin të vegjël brenda saj, me shije shumë të fortë dhe me një fuqi të fortë, të madhe. Ajo është simboli i energjisë së fshehur. Kur e shohim këtë në këtë formë, atëherë loçka, thelbi dhe fjala soul e anglishtes na çojnë te e njëjta ide, te një pikë e vogël, por shumë e rëndësishme që mban brenda thelbin e jetës. Duke u zgjeruar më shumë edhe të disa fjalë tjera europiane që pasqyrojnë këtë ndjenjë apo që lidhen dhe me këtë fjalë, për shembull në italisht kemi fjalën sole, që është dielli, dhe solo, që do të thotë i vetëm. Dielli është i vetëm për ne dhe është burimi i jetës, pra duket që këto fjalë lidhen me njëra tjetrën. Dhe në kuptimin simbolik, edhe shpirti mund shihet si një dritë e pastër brenda njeriut. Kështu, nga kjo kuptuam se gjuha të çon direkt te dera e duhur. Ajo t'jep shenja, lidhje dhe ide. Por çelësin për ta hapur atë derë kemi ne vetë, dhe kjo varet nga mënyra se si mendojmë apo si e kuptojmë botën për ta hapur apo për të vazhduar më tej. Kjo ishte, besoj, nuk e di, shpresoj t'u pëlqej. Mos harroni të mbështesni kanalin Syri i Tretë
Dhe duke ju falenderuar edhe një herë dhe duke ju rikujtuar se episodët vazhdojnë, po ju themi mirupafshim në emisionin e ardhshëm, në episodin e ardhshëm.